Po ato që u janë djegur kufomat, apo që kur s'u janë gjetur dhe nuk janë varrosur, ç'a do ndodh me to? Çdo njeri do të ringjallet. Edhe nëse i është djegur kufoma, kuptohet për një hadithit profetit a.s. se i gjithë trupi i birit Ademit tretet, përveç fundi i shtyllës kurrizore, është një pjesë e cila nuk tretet. Prej saj do të ringjallen njerëzit ditën e gjykimit. Dhe kohët e fundit e kanë zbuluar se me të vërtet ajo pjesë nuk tretet. Kështu që të gjithë do të ringjallemi, të gjithë do të dalim para Zotit gjithësisë, të gjithë do t'japim llogari. Lumë për atë njeri i cili adhuron Allahun e lartësuar, lumë për atë njeri i cili e beson dhe e pason profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Lumë për atë njeri i cili është njeri i mirë, bën vepra të mira, ruhet prej gjërave të ndaluara. Lumë për atë njeri i cili shkon ditën e gjykimit, del para të madhit Zot me vepra të mira, me vepra me cilat kënaqet Allahu i lartësuar.